pjesën radikale që ndodhë në Shqipëri, duket pak e çuditshme kjo pjesë. Jam i bindur pse nuk e besojnë, për shkak se nuk e shohin, dhe ne kur nuk shohim diçka, nuk arrim do të kuptojmë. Pata pak më parë, disa ditë më përpara dhe në këtë studio nëse kishte një cënim sigurie, cënim të sigurisë kombëtare në Rinas, dhe çuditërisht vetëm unë isha kundra që nuk cënohet siguria kombëtare. Tani do doja t'i bëja një pyetje, edhe në formë pyetje me publikun, kush siguria kombëtare? Kjo apo ajo që ndodhi në Rinas? Ta them unë një përgjigje si e mendoj? Ajo që ndodhi në Rinas që i hapur këtyre pastaj se s'di se çfarë mund të bëjnë. Ja, siguria kombëtare kjo është. Mirë, po pse ne konsiderojmë Rinasin cënim të sigurisë kombëtare? Sepse atë prekëm, atë pam. Kjo është siguria kombëtare. Këta kanë cënuar sigurinë kombëtare, ta cënojnë sigurinë kombëtare. Po normale që cënojnë. Normale. Sepse siguri kombëtare sot në gjithë botën janë 3. Energjia? Terrorizmi, energjia dhe sistemi bankar. Këto shkatrojnë rende. Po shkatrojnë vërtet rende në logjik. Nuk e shkatron rendin dikush që vritet, apo dikush që merr hak. Po nëse këta do të kishin dashur të bënin diçka, me ngjarjen që na ndodhi në Rinas, i kishin rrugët e hapura? Në Rinas, në skenarin më të keq, në skenarin më të keq të mundshme, siç mund të ketë ndodhur dhe herë tjera në Shqipëri, mund të vriteshin 1 ose 2 të pafajshëm. Në skenarin më të keq të mundshëm. Në skenare të tjera vriten me qindra të pafajshëm. Të këtyre. Po këta s'kanë bërë një gjë të tillë. Atëre, ja, fiks mënyra se si ju e shtroni, është histori shqiptare, nuk kanë bërë. Kur duhet marrin masa kur ta bëjnë? Dhe